Reforma në drejtësi u bë me bujë të madhe në vitin 2016, por përqendrimi i fokusit vetëm tek arrestimet ka sjellë probleme tek hallka më e rëndësishme, gjykimi. SPA ka bërë shumë goditje të bujshme në vitet e fundit ku arriti të arrestojë ish-presidentin Ilir Meta, vendosi në arrest Sali Berishën, u arrestuan po ashtu kryebashkiaku Veliaj, ish-ministri Beqaj, ish-ministri Lefter Koka e të tjerë, por teksa SPA krenohet me arritjet, po vjet re një fenomen mjaft shqetësues, pasi dosjet kanë ngecur në gjykata. Për të qenë më të saktë, GKK po merr shumë kohë për kalimin e dosjeve për gjykim. Në shtator të vitit 2024, SPA mbylli dosjen Partizani dhe dërgoi për gjykim Sali Berishën, dhëndrin e tij dhe emrat e tjerë të akuzuar. Por dosja u zvarrit në dyert e gjykatës për plot 8 muaj, pasi vetëm në maj të vitit 2025 GKK vendosi ta kalojë për gjykim. Por teksa procesi nisi, ka gati një vit që seancat po zvarriten dhe nuk ka asnjë zhvillim në proces. Te kjo pjesë, rasti më skandaloz është ai i Fatmir Mediut. Në shkurt të vitit 2023, SPA mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim Fatmir Mediun për Gërdecin. Kanë kaluar 3 vite dhe procesi ndaj tij akoma vijon, teksa nuk dihet se kur do të përfundojë. Në fund të gushtit, SPA mbylli dosjen për Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe emrat e tjerë, por kanë kaluar 5 muaj dhe akoma nuk ka një vendim nëse dosja do të kalojë për gjykim. Për Ilir Beqajn u mbyllën hetimet për dosjen sterilizimi në mars të vitit 2024 dhe vetëm në shkurt të vitit 2025 dosja kaloi për gjykim, ndërsa për fondet e BE ka një vit që dosja ka shkuar në GKK dhe nuk ka nisur gjykimi. Për kryebashkiakun e Tropojës Rex Biberi, hetimet u mbyllën që në dhjetor të vitit 2024 dhe vetëm pak ditë më parë dosja kaloi për gjykim. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me zyrtarë të tjerë. Pra duket se është një skemë masive ku një pjesë e të akuzuarve e përdorin për të shfrytzuar paraburgimin, i cili njihet si një ditë e gjysmë dhe dalin më shpejt nga qelia pas dënimit. Mirëpo nuk kuptohet neglizhenca e GKK-s, e cila pranon çdo lloj teke dhe zvarrit pafund seancat. Partia Demokratike ka reaguar lidhur me protestat e banorëve të Rjollit në Velipoj kundër ndërtimit të një resorti luksoz në zonë, duke akuzuar qeverinë dhe Bashkinë Shkodër për krim mjedisor. Në një deklaratë zyrtare, Dega e PD-s në Shkodër shprehet se ndërtimi në zonën e Baks Rjollit përbën një shkelje të rëndë mjedisore dhe pasojë të drejtpërdrejtë të abuzimeve me zhvillimet ndërtimore. Në deklaratën e saj, Partia Demokratike shmang qëllimisht përmendjen e emrit të Bashkim Ulajt, ndonse protestat lidhen drejtpërdrejtë me resortin që ai po ndërton në Rjoll. PD zgjedh sulmoj qeverinë dhe bashkinë, por lë jashtë emrin e përfituesit konkret të projektit, duke krijuar një boshllëk të dukshëm në qëndrimin e saj publik. Demokratët theksojnë se nxjerrja e zonës nga statusi i mbrojtur ka hapur rrugën për ndërtimet. Hapësira e fshatit Baks Rjoll u nxor qëllimisht nga zona e peizazhit të mbrojtur Bun Velipoj në vitin 2019 dhe si e tillë më pas ishte më lehtë të binte pre abuzimit me ndërtimet dhe krimin mjedisor, thuhet në deklaratë. PD ndalet edhe te ndryshimet ligjore të vitit 2024, të cilat sipas saj kanë forcuar kontrollin e Këshillit Kombëtar të Territorit mbi lejet të ndërtimit, përfshirë edhe në zonat e mbrojtura. Sipas demokratëve, ky është rasti konkret i kapjes së pushtetit nga interesat të ngushta të zhvillimit të territorit, me një dëm kolosal mjedisor dhe në kundërshti të plot me komunitetin. PD e lidh konfliktin në Rjoll me përplasjet e tjera të qeverisë me komunitetet lokale, duke përmendur raste si Thethi dhe bizneset në hyrje të Shkodrës, të cilat sipas saj tregojnë një model të përsëritur qeverisjeje. Duket se ka ardhur edhe qoka e radhës. Kësaj here jo me fjalime apo foto protokollare, por me një marrëveshje strategjike që ngrehe pikpyetje të forta mbi sovranitetin digjital të Shqipërisë. Sipas mediave izraelite, Shqipëria do të ndërtojë qendrën e saj të parë të madhe të të dhënave fal një investimi prej rreth 100 milion eurosh nga kompania izraelite ADC. Projekti i shpallur si sukses i afrimit marrëdhënieve mes dy vendeve parashikon që një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës së të dhënave të vendit administrohet nga një kompani e huaj me pronar dhe interesa jashtë Shqipërisë. Me pak fjalë, pas pritjes me lavde, Shqipëria duket se po u hap serveret. Lejet janë dhënë me shpejtësi rekord. Toka shtetërore është vënë në dispozicion, energjia e gjelbër sigurohet nga shteti dhe financimi mbështetet nga Berg. Një paketë privilegjesh që për shumë sipërmarrës vendas mbetet ende pa arritshme, por që për një kompani të huaj u bë realitet brenda 60 ditësh. Ironia është se gjithçka prezantohet si zhvillim, modernizim dhe integrim evropian. Ndërkohë që askush nuk shpjegon qartë se çfarë ndodh me të dhënat strategjike të shtetit shqiptar.
kombëtar, kush i administron, kush ka akses dhe çfarë garancish reale ka që informacionet sensitive të institucioneve, qytetarëve apo sistemeve publike të mos dalin jashtë kontrollit kombëtar. Pas marrëdhënieve më të ngushta midis Izraelit dhe Shqipërisë, kompania izraelite ADC është përzgjedhur për të ndërtuar qendrën e parë të dhënave në vend. Projekti, i cili do të ndërtohet në një zonë të tregtisë së lirë pranë kryeqytetit Tiranë, do të kushtoj rreth 100 milion euro. Objekti do të bazohet në procesorët grafik Robin të Nvidias dhe do të ofrojë 32 MW me potencial për të zgjeruar në 100 MW. ADC është në pronësi të përbashkët të Happy Technologies 80%, një kompani kibernetike dhe informatike në pronësi të Roy Shaposhnik, Noam Frank, Shlomi Avni dhe Itaj Melchior, edhe të kompanisë konsulente për qendrat e dhënave DIT 20% të kryesuar nga ekspertët Zvika Friedman, Nir Poltorak dhe Dan Kermi, shkruan Globes. Më tej thuhet se leja e ndërtimit ju dha kompanisë brenda vetëm 60 ditësh dhe objekti po ndërtohet në 1.8 hektar tokë qeveritare me një opsion për 1.3 hektar shtesë në zonën e tregtisë së lirë Teda, e cila është në ndërtim e sipër në perëndim të Tiranës. Përveç kësaj, infrastruktura e komunikimit dhe energjisë elektrike është vendosur paraprakisht dhe kompania lokale e energjisë elektrike po ndërton një nën stacion të dedikuar në vend. Kompania kombëtare e energjisë elektrike e Shqipërisë do të ofrojë një strukturë të energjisë elektrike të gjelbër nga një burim hidroelektrik. Sa i përket financimit, ADC ka siguruar një linjë krediti nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për 75% të kostos së projektit. Edhe para se të përfundonte ndërtimi, qendra e dhënave ka siguruar 3 klientë të mëdhenj: kompaninë shqiptare të teknologjisë Infosoft, një kompani gjermane magazinimi dhe një klient të qeverisë shqiptare, identiteti i të cilit mbetet konfidencial, thekson shkrimi. Një qendër të dhënash, data center, është një hapësirë fizike e specializuar ku ruhen, përpunohen dhe menaxhohen të dhënat digjitale përmes serverëve dhe pajisjeve të avancuara teknologjike. Në terma të thjeshtë, data centeri është truri dhe kujtesa e botës digjitale. Aty ndodhen kompjuter shumë të fuqishëm që punojnë 24 orë në ditë për të mbajtur funksionale shërbime si faqet e internetit, sistemet shtetërore, bankat, regjistrat civil, të dhënat e institucioneve, komunikimet online apo platformat e inteligjencës artificiale. Qeveria flet shpesh për sovranitet, pavarësi dhe dinjitet kombëtar, por në epokën digjitale sovraniteti nuk matet vetëm me kufi gjeografik, por edhe me server, të dhëna dhe kontroll informacioni. Dhe sot pyetja që lind natyrshëm është kjo: apo thjesht po ja dorëzojmë çelësat e saj të dhënave të tjerëve? Nëse ka një art që Edi Rama e ka zotësi më tepër se piktura, skulptura apo kënga popullore, është arti i hipokrizisë politike. Kjo duket qartë te loja e tij më e re, dhuno banorët për të mbrojtur banditin. Pastaj shkon e i kërkon Zotit të mbrojë shtetin që vete ka dorëzuar tek banditët. Edi Rama ka një talent të rrallë. Arrin të jetë në dy vende moralisht të kundërta brenda të njëjtës ditë, pa ju skuqur fytyra. Në Shkodër dhunon banorët katolik që mbrojnë tokat e tyre për t'ia dorëzuar Mulla Bashkimulajt, ndërsa në Vatikan gjunjëzohet përpara zojës së Këshillit Mirë dhe i lutet mbrojë Shqipërinë. Një Shqipëri e cila në terren po mbrohet me shkop gome, pranga dhe uniforma policie jo nga ligji, por për ligjin e më të fortit. Në Velipoj Rjoll, shteti i Ramës nuk shfaqet si garanti pronës private, por si truproje një banditi që ka marrë status investitor strategjik dhe që, si gjithmonë, ndërton më shpejt se leja në letra dhe grabit më shpejt se drejtësia. Banorët që jetojnë aty prej shekujsh trajtohen si pushtues, ndërsa ai që vjen me dosje pronësie të falsifikuara, vendime qeverie dhe bekim politike quhet zhvillues. Policia nuk pyet kush ka të drejtë, por kush ka firmën e kryeministrit. Dhe kur banorët ngren zërin, shteti u përgjigjet me dhunë, sikur po mbrojnë një bazë ushtarake dhe jo një resort privat. Por ironia nuk mbaron këtu. I njëjti kryeministër që urdhëron policinë të godasë qytetarët për tokën e tyre, shfaqet në Vatikan si njeri i besimit i përulur, duke kërkuar nga zoja e Këshillit të Mirë mbrojtjen e Shqipërisë. Cilën Shqipëri, ajo që grabitet me vendime qeverie, ajo që dhunohet me polici, ajo që u shurben oligarkëve dhe shtyp qytetarët, apo ajo Shqipëri që ekziston vetëm në fjalimet e tij dhe në lutjet rituale për kamera? Kjo nuk është çështje feje. Katolik, musliman apo ortodoks nuk kanë asnjë lidhje me këtë histori. Kjo është çështje pushteti. Dhe pushteti i Ramës ka zgjedhur qartësisht anën e tij. Jo qytetarin, por oligarkun bandit. Jo pronën private, por pazarin. Jo ligjin, por forcën. Në këtë realitet, lutjet në Vatikan janë thjesht dekor, ndërsa dhuna në Shkodër është politika reale. Mbroje Shqipërinë, i thot Rama zojës së Këshillit Mirë. Por Shqipëria sot ka nevojë të mbrohet jo nga Zoti, por nga ata që e përdorin shtetin si pronë private dhe policinë si roje resortesh. Sepse një vend nuk humbet kur i mungon bekimi hyjnor, por kur i mungon drejtësia njerëzore. Dhe ajo në Rjoll, në Velipoj dhe në Shkodër sot mungon krejtësisht.
Gjykata kushtetuese ka lënë në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra. Pas afro 10 orësh diskutime në dhomë këshillimi, gjyqtarët votuan, por rezultati ishte 4-4, me që kushtetuesi aktualisht ka vetëm 8 antar dhe për një vendim duhen të paktën 5 vota, nuk u arrit shumica e nevojshme. Kjo do të thotë se ankimi i kryeministrit Edi Rama rrëzohet dhe mbetet në fuqi vendimi i GKK-s për pezullimin e saj. Kryeministri kishte kërkuar zgjidhjen e një konflikti kompetencash mes ekzekutivit dhe gjykatës së posaçme, duke argumentuar se pezullimi i një ministri nga detyra cënon kushtetutën, pasi prek kompetencat e kryeministrit, të kuvendit dhe të presidentit. Sipas qeverisë, një vendim i tillë krijon vakum institucional dhe dëmton funksionimin normal të pushtetit ekzekutiv. Nga ana tjetër, SPA ka mbrojtur qëndrimin se masa e pezullimit është proporcionale dhe e domosdoshme për të shmangur rrezikun e ndikimit mbi provat në hetimin penal. Sipas prokurorisë, rikthimi i Ballukut në detyrë mund të rrezikonte integritetin e hetimeve për shkelje të barazisë në tendera publik. Çështja filloi në tetor 2025, kur SPA regjistroi Belinda Ballukun si të pandehur për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera publik. Më 11 nëntor 2025, SPA kërkoi nga GKK pezullimin e saj nga detyra, me arsyetimin se mund të ndikonte në provat e hetimit. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën dhe vendosi pezullimin. Më 21 nëntor, qeveria ju drejtuai gjykatës kushtetuese, duke kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi. Në 12 dhjetor 2025, kushtetuesja vendosi pezullim të përkohshëm të masës dhe riktheu Ballukun në detyrë deri në vendimin përfundimtar. Ndërkohë, më 16 dhjetor 2025, SPA i kërkoi kuvendit autorizimin për arrestimin e saj si deputete, që nënkupton edhe heqjen e imunitetit parlamentar. Gjatë janarit dhe shkurtit 2026 u zhvilluan disa seanca të gjata në gjykatën kushtetuese. Më 22 janar palët përballën argumentet. Qeveria e cilësoi pezullimin si antikushtetues dhe paralizues për ekzekutivin, ndërsa SPA këmbguli se masa është e nevojshme për të mbrojtur provat. Më 27 janar dhe më 3 shkurt, gjykata u plotësisht poshtyu vendimarrjen për shkak të mungesës së konsensusit. Në njoftimin zyrtar, gjykata kushtetuese theksoi se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 i kushtetutës në lidhje me nenin 73 për deputetët, sipas vlerësimit unanim paraprak. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit nuk përfshihet ndalimi i zbatimit të masës së pezullimit nga detyra. Megjithatë, mbi thelbin e kërkesës pati 2 qëndrime të ndara. Një pjesë e gjyqtarëve argumentoi se duke qenë se ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit, çdo masë që prek funksionin e tyre politik për fshirë pezullimin, duhet marrë autorizim paraprak nga kuvendi, në mënyrë që të ruhet balanca e pushteteve. Qëndrimi tjetër ishte se interpretimi i imunitetit duhet jetë i ngushtë sipas frymës së reformës kushtetuese të vitit 2012, e cila synoi kufizimin e tij, me që kushtetuta parashikon qartë vetëm disa masa që kërkojnë autorizim të kuvendit dhe pezullimi nga detyra nuk përfshihet shprehimisht, atëherë kjo masë mund të zbatohet pa një autorizim të tillë. Çdo zgjerim i garancive sipas këtij qëndrimi i takon ligjvënësit kushtetues. Për shkak të ndarjes 4-4, gjykata nuk arriti shumicën prej 5 votash për të marrë vendim në favor të kërkesës së kryeministrit. Si rezultat, kërkesa u rrëzua dhe vendimi i GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut mbetet në fuqi. Vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi me votimin në fletoren zyrtare, ndërsa arsyetimi i plot do të publikohet brenda afateve ligjore. Edi Rama e shkaktoi këtë krizë institucionale me objektivin për të shpëtuar veten nga avancimi i SPA drejt zyrës së kryeministrit. Siç e ka deklaruar vetë me kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese, Rama synoi të jepte një zgjidhje jo për një rast konkret, por përfundimtare dhe afatgjatë. Pas vendimit pa vendim të gjykatës kushtetuese, kriza ju rikthye në fytyrë kryeministrit, duke e lënë ato pa rrugë të mesme. Zgjidhja e krizës ka disa shtigje, nga hapja e një krize politike dhe shkuarja në zgjedhje, te krijimi një kabineti ekspertësh apo i një qeverie teknike, siç e quan Sali Berisha, apo edhe skenar të tjerë. Megjithatë, rruga më efikase për zgjidhjen e kësaj krize është hapja rrugë nga vetë kryeministri, duke i lënë vend një kryeministri të ri socialist, i cili të ngrej një qeveri përfaqësuese me politikan të papërlyer, duke respektuar shumicën e madhe parlamentare që ka Partia Socialiste. Kjo qeveri e re duhet ndërmarrë menjëherë reformat e domosdoshme që i nevojiten vendit dhe nga ana tjetër të kryejë të gjitha hapat e duhur për të ecur drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që prej mbrëmjes së djeshme janë dhënë disa receta për këtë rast, por në realitet të gjitha rezultojnë ose shtyrje të krizës ose ngjecje e saj. Natyrisht opozita ka të drejtë të broras urra, por edhe të kërkojë revansh përmes zgjedhjeve të parakohshme. Në thelb, megjithatë, nuk jemi përballë një krize thjesht politike, por një krize morale dhe institucionale,
hapja e rrugës për një kryeministër socialist me mbështetje të plot nga mazhoranca parlamentare do të krijonte një precedent pozitiv, pasi ndërkohë që qeveria punon, debati politik zhvillohet në kuvend, qoftë edhe i ashpër, mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Kjo zgjidhje nuk mbyll thjesht një vrim, por hap një rrugë të re, të lirë për një ecje normale politike, ndërkohë që problemet e kësaj mazhorance me drejtësinë nuk do të bllokonin as qeverisjen, as zhvillimin normal të vendit. Çdo zgjidhje tjetër do të ishte e sforcuar dhe me kosto, si për mazhorancën, ashtu edhe për vendin, duke qartë se në vendimin e gjykatës kushtetuese kanë pasur pesh faktorë të rëndësishëm nga jashtë, ndaj vijimi i krizës vetëm do të shtojë përplasjen dhe do të dëmtojë edhe të ardhmen diplomatike të Shqipërisë. Nga ana tjetër, një rrugë e re do të hapte portat, së pari për takime të nivelit të lartë diplomatik në BE dhe SBA, e më pas për një stin të re politike, ku përfundimisht si Sali Berisha ashtu edhe Edi Rama nuk janë e ardhmja, por e shkuara, gjë krejt normale, pasi koha ka dialektikën e saj edhe në kuptimin më natyror.